Faleminderit kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Edhe Ministria e Punëve të Brendshme në fakt me gjithë strukturat e veta ka qenë në gatishmëri gjatë gjithë kësaj periudhe, duke nisur me strukturat e prefektëve, të cilët kanë mbledhur menjëherë shtabet e emergjencës në nivel prefekture, duke koordinuar dhe duke mbledhur gjithë informacionet e nevojshme, që në fakt në të tilla situata janë të domosdoshme jetike për të koordinuar punën e përbashkët. Nga këto takime dhe nga prezenca në terren kemi arritur dhe kemi bërë të mundur që të gjendemi pranë çdo qytetari që ka patur nevojë qoftë për evakuimet, qoftë për ndërhyrjet menjëhershme në situata shëndetësore apo në situata problematike. Ndërkohë nga ana tjetër është e vetkuptueshme që në këtë situatë Policia e Shtetit dhe Shërbimi Zjarfikës janë në krye të detyrës, kanë qenë dhe do të vijojnë të jenë me mira efektiv prezent në të gjithë territorin. Konkretisht rreth 5500 punonjës të Policisë Shtetit kanë qenë të angazhuar në territor duke mbështetur të gjithë strukturat dhe janë 700 mjete të Policisë Shtetit të cilat janë vendosur në dispozicion për të mbështetur dhe për të ndihmuar. Sigurisht që siç e theksova, e rëndësishme është që përveç qytetarëve të asistohet dhe në kohë informacioni dhe çdo ndërhyrje domosdoshme. Prandaj për këtë forcat zjarfikse që janë mbi 720 efektiv të përfshirë në terren, të angazhuar në këtë situatë, kanë kryer dhe ata rolin e tyre sa i përket misioneve jetëshpëtuese. 55 automjete zjarfikse në dispozicion, 22 pompa thithëse angazhuar në zonat problematike, sigurisht që zjarfiksit edhe për shkak të formimit të tyre edhe të natyrës punës që kanë qenë të kudë ndodhur, prandaj vërtet një falënderim u takon atyre. Tani sigurisht që është momenti që ne gjithë jemi të angazhuar për të mbledhur informacionet lidhur me dëmet. E rëndësishme është shpëtimi i çdo jete. Fatmirësisht nuk kemi pasur problematika në këtë drejtim, do vazhdojmë të jemi në monitorim të situatës. Faleminderit. Faleminderit ministre. Tani duke shprehur edhe në drejtim të forcave të angazhuara nën autoritetin e Ministrisë Brendshme, qoftë të Policisë Shtetit dhe në mënyrë të posaçme të zjarfiksëve të gjithë respektin dhe mirënjohjen përkatëse, ja përcjell fjalën ministrit të Shtetit për pushtetin mendor. Faleminderit kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Po ashtu të gjitha bashkitë, të gjitha qarqeve të prekura nga rreshtet e fundit kanë qenë totalisht angazhuar dhe në koordinim plot me gjitha agjencitë kombëtare. Unë do doja të falenderoja këtu strukturat e prefekturave, por jo vetëm dhe përfaqësuesit të agjencive kombëtare, të cilat në ndihmë të bashkive kanë arritur që t'i përgjigjen spari objektivave të parë që ishte shpëtimi i jetëve në ato momente dramatike dhe më pas patjetër ruajtja e infrastrukturës dhe mbi të gjitha përgatitja për sa i përket hapave të mëpasshëm, duke filluar me grupet e punës që kanë të bëjnë me evidentimin e dëmeve dhe po ashtu duke u angazhuar tashmë në një tjetër po e quajmë sfidë që tashmë bashkitë kanë për garantimin e aksesit të zonave të thella për shkak të rreshjeve të borës që ne kemi në territor. Unë do doja të falenderoja të gjithë kryetarët e bashkive dhe patjetër të gjithë stafet në nivel lokal, të cilët kanë qenë nga dëshmëri të plot dhe së bashku me gjithë trupat e ushtrisë, me emergjencat civile, janë përgjigjur kësaj situate jo të zakonshme. Faleminderit. Faleminderit ministër. Një aspekt gjithmonë delikat i situatave të tilla është aspekti që ka të bëjë me garantimin, por njëkohësisht edhe me sigurinë e procesit mësimor, kështu që po e përcjell fjalën ministres së arsimit për të thënë nga këndvështrimi i Ministrisë së Arsimit çfarë duhet patur parasysh tani edhe në vijim lidhur me pikërisht vazhdimin e procesit, por nga ana tjetër edhe sigurinë që është e para në këtë rast për fëmijët dhe nxënësit.
Faleminderit Kryeministër, kemi qenë në kontakt jo të përditshëm, por në çdo orë, në mënyrë kapilare me çdo drejtor shkolle në të 1510 shkollat e Shqipërisë në sistemin parauniversitar nga Veriun Jug dhe në kontakt me të gjithë mësuesët nëpërmjet gjithë rrjetit të komunikimit. Praktikisht në raportimin e fundit midis orës 7 edhe 8 të mëngjesit sot, situata është si më poshtë. Në gjithë qarkun e Tiranës mësimi ka filluar rregullisht në të gjitha shkollat. Kemi në qarkun e Durrësit një ndërprerje të përkohshme në rreth 12 shkolla, më së shumti në Krujë, Suks, Katundiri, Durrës dhe në Universitetin Aleksandër Mosiu të Durrësit është ndërprerë mësimi këto 3 ditë, sepse aksesi ka qenë i vështirë, por fal bashkëpunimit në forcat e armatosura, po kthehet gjithçka në normalitet dhe janë njoftuar gjithë studentët që të hënë fillon mësimi normalisht. Në qarkun e Dibrës mësimi gjithashtu vazhdon normalisht, në qarkun e Lezhës dhe të Shkodrës është gjithçka në rregull dhe mësimi ka filluar edhe sot normalisht në të gjitha shkollat. Në më problematike është situata në qarkun Vlorë, Gjirokastër dhe Fier, ku kemi rreth 10 shkolla ku sot kemi pas ndërprerje të përkohshme të kontrolluar. Këtë e bëjmë për, siç e thatë dhe ju, për arsye sigurie. Në radhë të parë për nxënësit, jemi në kontakt me të gjithë mësuesit dhe me të gjithë prindrit, por edhe për ata mësues të cilët ju duhet të bëjnë rrugë në për zonat më të thella. Dhe kryesisht ndërprerja është bërë në shkolla ku ka zona të thella, fshatra, shkolla të vogla dhe vazhdojmë të jemi në komunikim me ta. Në qarkun e Vlorës, kryesisht në Borsh, Vlorë, Novosel, Orikum, Ferras, Lushnje dhe në Fier dhe në qarkun e Gjirokastrës në Ballaban dhe Piskov. Në pjesën tjetër mësimi vazhdon normalisht. Edhe në bashkinë e Gjirokastrës, ku ditën e mërkurë kemi pasur ndërprerje të përkohshme, jo sepse shkollat kishin probleme si objekte, por sepse prurjet e inerteve ishin kaq masive nga malet në rrugët e bashkisë Gjirokastër, kështu që për arsye sigurie u ndërprej përkohësisht, por situata u kthye në normalitet brenda disa orëve fal bashkëpunimit të forcave të armatosura, bashkisë dhe emergjencave civile. Thashë në Lezhë dhe Shkodër gjithçka vazhdon normalisht, në qarkun Korç, Berat dhe Elbasan janë rreth 32 shkolla në Skrapar, Kolonjë, Librazh, Gramsh, Pogrades, Labinot Mal, të gjitha këto në zonat malore të thella dhe në shkolla vartësie kryesisht që ndodhen në zonat vështira, ku për shkak të ngritjes kemi menduar që të mos rrezikojmë as mësuesët dhe as nxënësit që duhet zhvendosen. Kjo është situata për momentin. Në rang vendi nga 1510 shkolla, rreth 54 shkolla kanë ndërprerje të përkohshme të mësimit sot. E ndjekim në vazhdimsi dhe për fat mirë në raport me shkollat përpara kemi fundjavën, kështu që raportimin e kemi në çdo një orë sot në drejt do t'ju bëjmë dije edhe raportimin final, i ndjekim nxënësit derisa shkojnë gjithë në përshpia dhe mësuesët të gjithë në përshpia me përfundimin e procesit mësimor. Kjo është situata. Faleminderit ministre, duke dashur të marrë shembullin e bllokimit të aksesit në Universitetin Aleksandër Mosiu, dua të ndaj me ata që na ndjekin faktin se për shkak të pranisë vazhdueshme në investimet e bëra në atë zonë, kam parë dhe konstatuar se qoftë në investimin e rindërtimit, qoftë në investimin e akademisë së Manchester City, qoftë në disa investime të tjera publike, është dashur një ngritje e kuotës me shtresa të qëndrueshme inertesh deri në 2 metra në raste të caktuara. Që do thotë që në atë territor kemi një problematik tejet komplekse për shkak të ndërtimeve nën kuotë të zonave informale që e bëjnë praktikisht dhe objektivisht të pamundur që të shmanget pastaj edhe akumulimi i ujit duke u krijuar rezervuare në pikat e banuara, që gjithsesi në këtë rast
janë prekur shumë më pak se në të kaluarën, pikërisht fal investimeve të konsiderueshme që ka bërë Bashkia e Durrësit dhe qeveria në mbështetje të Bashkisë së Durrësit. Dua në fund të këtij turit parë rreth tryezës të jaloj fjalën ministrit të Financave për të thënë dy fjalë lidhur me punën që njëkohësisht po bën Ministria e Financave që të jetë e përgatitur për të mbështetur financiarisht të gjithë procesin e zhdëmtimeve.